Punimet për ndërtimin e parkut rekreativ pranore së Bunës, pjesë e projektit për transformimin e hyrjes së qytetit, vjen sipas planit dhe pritet krijojë një hapësirë moderne, të gjelbër dhe të aksesueshme për gjithë. Parku shtrit në një sipërfaqe prej rreth 18 hektarësh dhe është konceptuar si një zonë multifunksionale për pushim, rekreacion dhe aktivitete në natyrë, duke u konsideruar si mushkëri e re për qytetin. Pjesë e punimeve në këtë fazë është krahasitja pemëve, si dhe më pas do vijojë me sistemimin e territorit, ndërtimin e shtigjeve pedonale, hapësira shklodhëse dhe ambiente rekreative në harmoni me mjedisin përreth. Ky është jashtë zakonisht i dobishëm. Për der kur të bëhet është pak e vështirë, por kur bëhet, ma me thot menja që ka me dal Shkodër e dytë. Këtu boll për moshën e tretë, kja është gjë e madhe, për ajrin, njerëzit që tisin, vinë, shkojnë, ikun Qirok, për mua është gjë e madhe. Që mos përujti që kina pa speciale kërët. Me fol qashtë, me ndaj shtanë të me fol drejtë. Dini shpesh ato? Për që ditë paradite, kur kohë e mirë. Është ajri pastërt, është bukuri, ke male të raboshit, kodrat të, kalaja, që ujto, knaqesh, që e në pensionisa ma burë, s'kene që me ba. Investimet gjithmonë janë të mira, kuptohet. I shërbejnë qytetarëve, plus se këtu është një zonë, super zonë, që në fakt nuk e dina të manë vlerën, ke liçenin, ke lumin, ke malin e të raboshit, ku kultivohen shumë bimë medicinale, kjo është i klim kryevepër. Kënaqësi e madhe është me pas kësi lloj natyrët, kësi lloj lulishtësh, inshallah pa përfundojnë dhe pa bëjnë. Me të thonë drejtën, kjo ka me dalë bukur. Për momentin, thu që ashtu u ba, për e bukur ka me dalë. I vendosur mes lumit Buna dhe rrugës kryesore e hyrëse të qytetit, parku do kombinoj zonat të gjelbra me hapësira për pushim, këndë lojrash për fëmijë, zona sportive dhe ambiente për piknik. Vëmendje veçantë është kushtuar gjelbrimit me ruajtjen e pemëve ekzistuese dhe pasurimin e parkut me bimësi të re, duke përfshirë pemë të larta, shkurre dhe bimë të ulta, me synim krijimin një hapësirë të qëndrueshme dhe natyrale për komunitetin. Sipas firmës kontraktuese, punimet pritet përfundojnë në fillim të vitit të ardhshëm.